gëzuar festën e 8 marsit. Po për mua nuk do ishte fest dhe nuk dua ta festoj, e them sinqerisht, sepse për mua fest do ishte sikur të ishin të drejtat e barabarta, sikur gruas t'i jepej shërëndësia gjithë jetën, sikur gruaja të kishte filluar të kishte pak respekt për vetveten, sepse faktikisht e kemi humbur respektin për vetveten, dhe sikur mos të kishte më vrasje. Sot shumë vajzë dhe shumë gra nuk po e festojnë 8 marsin pse janë ndjekur me acid, shumë janë përdënuar dhe janë vrarë, shumë fustane të kuqe janë varur nëpër tela dhe shumë nëna sa pëlqajnë. Për mua në këtë moment do ishte 8 marsi, sikur do me thënë shumë gra dhe shumë vajza janë prerë dhe janë vrarë. Nuk e festojnë dot, por do ishte edhe një 8 mars shumë i bukur, sikur ta kishin filluar të respektonin veten tonë, familjarët, edhe familje, do ishte diçka tjetër. Për mua një 8 mars i veçantë ishte sikur këtu në TikTok të fillonin të respektoheshin gratë me njëra tjetrën, kishte pak paqe dhe pak edukacion, do ishte pak ndryshe, mendim personal. Një urim i veçantë i shkon të gjithë nënave dhe gjyshëve tona që kanë ndërtuar fabrika, uzina, kooperativa dhe kanë punuar dhe kanë lindur dhe kanë rritur nga 7-8 fëmijë. Unë shpresoj që ky brezi jon të paktën të ketë më shumë edukat, të japim të paktën brezi që do të vijë, të japim një lloj dhëmsurie, nostalgjie për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Se mendoj që në 1145-ën të gjithë shqiptarët, qofshin domethënë malsor, Shqipëria mesme, fshatrat, mërzëqeja, të gjithë kanë pas punuar nëpër Ekorrudha, nëpër fabrika, nëpër metalurgjik dhe ju e dini shumë bukur që keq e mirë e ndërtuan atë lloj Shqipërie. Shpresoj që të jap një edukat, shpresoj që emisionet televizive të japin diçka me nostalgji, çfarë kemi qenë, ku jemi dhe çfarë do të bëjmë. Urim shumë i madh për të gjithë gratë që nuk janë mirë kur të dashuruara dhe kur të çmuara nga meshkujt e tyre. Uroj që ky 8 mars të jetë pak i veçantë, një ndryshim, emancipim integral për gruan edhe për familjet shqiptare, e theksoj për familjet shqiptare. Gëzuar 8 marsin.